Mamat tona dhe Shakespeare e pas kanë ditur shumë herë më mirë. Tash edhe shkencëtarët e pas kanë zbulu këtë super ilaçin që të bën të ri, të bën të jetosh më gjatë, të bën më të bukur, të forcon kujtesën, të pjell mendja më shumë, të mban në formë dhe të largon ato nepset e kota gjatë ditës, të mbron nga tumoret, demenca, të mbron nga virozat stinore, ul shanset e goditjes në zemër apo në tru për pos folur pastaj për diabetin. Ndjehesh më i lumtur, je më pak në ankth. Macbethi, akti i dytë, skena 3, Shakespeare thot në mënyrë profetike se gjumi është ushqimi kryesor në banketin e jetës. Arsyeja pse ky libër ka 360 faqe dhe nuk ka vetëm një faqe, është sepse ka lloje gjumi, ka gjumë e gjumë. Të flesh gjatë nuk do thot se ke fjetur mirë. Kur vjen puna te gjumi, thot autori, thellësia e tij është po aq e rëndësishme sa gjatësia e gjumit. Melatonina është shumë frikacake ndaj dritës, qoftë edhe ndaj asaj llambushkës së vogël të karikuesit. Melatonina është ajo që i hap rrugën gjumit të thellë, ose ndryshe i quajtur stadi 3 dhe stadi 4. Është në këtë fazë kur gjumi rigjeneron dhe na shëron. Është pikërisht kjo që ne kuptojmë kur i themi dikujt gjumë të ëmbël. Dhe një person të cilit me të pa drejt i themi gjumash, është thjesht një kronotip që hyn në gjumë të thellë midis orës 6 dhe 8 të mëngjesit. E nëse detyrojmë të zgjohet më herët, nuk po i shkurtojmë gjumin, po i shkurtojmë jetën. I vetmi ilaç që trupi jot kërkon dhe do të kërkojë ndonjëherë prej teje është një gjumë i mirë. Dhe që ta bësh diçka mirë, në fillim duhet ta kuptosh, sepse ka një paradoks. Njerëzit hamendësojnë se din të flenë. Në fakt rezulton se jo, nuk din dhe aq. Sot do të shohim 10 nivelet se si të bëhesh ekspert gjumi. Arritja e një gjumi të përsosur është investimi më i thjeshtë dhe më frytdhënës për shëndetin dhe jetën tënde. Gjumi i dobët, i fragmentuar, i vonë, i cekt, me orare të çrregullta është mënyra më e shpejtë për që farmacit të zbrazin xhepat tuaj. Baza jonë është ky. Pse flem, nga Matthew Walker, bestseller ndërkombëtar, është e gjenit përkthyer edhe në shqip. Kështu që le të fillojmë me 10 nivelet e ekspertizës së gjumit. Niveli i parë është të identifikohesh si profesionist gjumi. Gjumi nuk është kohë e humbur, nuk është një opsion që po të dua e bëj, po të mos të dua rri zgjuar e anashkaloj. Errësira është po aq e rëndësishme për organizmin e njeriu sa ç'është drita. Gjoj shpesh njerëz që thonë, paraja nuk flen kurrë. Kështu du të rrim zgjuar sa më gjatë për të bërë para, për të vënë mendjen në punë. Kjo është çmenduri. Ti je njeri, nuk je para. Gjëja e mençur për të bërë është ta bësh gjumin prioritetin tënd numër 1. Do të ndihesh më mirë, do të dukesh më i bukur dhe gjithçka do të jetë më lehtësisht e përballueshme në jetën tënde. Niveli i dytë është të kesh një orar të qëndrueshëm gjumi. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse i thua trupit tënd, ne flem në këtë kohë çdo ditë, çdo mbrëmje. Kështu trupi prej këtij rituali që ke krijuar, kur është më i saktë për të bërë parashikimet e tij, për të qenë eficient me botën e tij të brendshme. Për orën time gjumit unë për vete kam zgjedhur orën 10:30 pasdite. Më pëlqen zgjimi i mëngjesit shumë, të zgjohem herët, ndiej sikur ka diçka të shenjtë në të zgjuarit herët në 5:30. Veçanërisht kur kam 2 orë të para të ditës vetëm për vete, askush nuk më thret, askush nuk më dërgon mesazhe, e kam gjithë atë kohë për vete. Kështu që më pëlqen shumë të shkoj në shtrat në orën 10, maksimumin 10:30, pastaj e kam gjithë mëngjesin të hapur për veten time. Megjithatë ju bëni siç dëshironi ju, siç ua thot trupi juaj. Nëse je buf natë, të pëlqen flesh vonë dhe preferon të jesh okay me deri në orën 12 të natës, në rregull, por përpiqu të jesh i qëndrueshëm dhe mos e shtyj më shumë se ora 12, maksimumi 12:30. Niveli i tretë është rregullimi i paragjumit, pra ai asaj që ti bën përpara se të vijë orari i gjumit. E kam kuptuar nga përvoja personale që kur shkoj në shtrat dhe po mendoj për problemet e ditës apo për ndonjë mundësi apo për çfarëdo, çdo gjë që më vjen në mendje në atë moment dhe nëse koka ime ka prekur jastekun, gjithë natën do të mendoj për ato gjëra. Pra ajo që bëj tani, kam kuptuar më në fund, është ta kaloj trurin tim në modalitet gjumi, pra në sleep mode, që aktivizoj 60 minuta përpara se të shkoj për të fjetur. Minutat pra përpara orës së gjumit, nëse kam një mendim që më thot, duhet shqetësohem për këtë, ose duhet mendoj për këtë, ose duhet bëj atë,
truri është stërvitur tani që të thotë, ok, faleminderit, por jam në modalitet gjumi dhe nuk do ta vras mendjen për këtë gjëra. Kështu që ju inkurajoj që të merreni me gjëra të lehta për trurin përpara se të shkoni për të fjetur, me një lexim libri apo shëtitje, ndonjë hobi të preferuar, pra shmangni ekranet dhe shmangni çdo gjë që ju nxit për të përdorur trurin me fuqi të lartë. Mos bëni grindje, mos trajtoni tema të vështira dhe shtriheni, përgatiteni ngadalë për gjumë. Kjo do t'ju ndihmojë pra ta përcjellni veten mjaltësisht drejt gjumit. Niveli 4 është hash herët. Kam provuar oraret shumëta me veten time se kur është momenti i fundit kur unë mund ta konsumoj vaktin tim të fundit të ditës pa e dëmtuar gjumin. Dhe orari që kam gjetur pas shumë eksperimentesh me veten time është ora 15, pra ora 3 pasdite. Tani kjo mund të duket shumë herët, por kështu e kam mësuar veten. Dhe nuk do të thotë që edhe ju duhet hani në orën 15, pra pasdite gjithashtu dhe të mos fusni asgjë tjetër në trupin tuaj përveç ajrit pas këtij orari. Kjo është një ftesë për të provuar që të hani sa më herët përpara se të flini gjumë. Shmangni vaktet e rënda në fund të ditës që mund të kenë një efekt shumë negativ në gjumin tuaj. Kur dal në një event social për shembull, sigurisht që është për te orarit 3 pasdite, duhet ha diçka, atëherë zgjedh ushqimin më të lehtë të mundshëm, ndonjë perimet vogël, ndonjë gjë kështu, që të bëhem social, sepse nëse unë nuk konsumoj asgjë dhe gjithë insistojnë haje diçka edhe ti, atëherë nuk dua që të tërheq vëmendje negative dhe të dukem si person kështu i çuditshëm në mes të tjerëve. Sigurisht do angazhohem, do përshtatem me grupin, do ha diçka të lehtë, por gjithmonë do përpiqem që të mos ha gjëra të rënda, që të mos sakrifikoj pastaj gjumin e natës për shkak se nuk durova dot. Nuk i rezistova dot tundimit për një ushqim pa lidhje aty që e konsumova kot, sepse ishte atmosferë sociale. Niveli 5. Niveli 5 shpresoj të jetë i dukshëm dhe i kuptueshëm. Duhet të shmangni stimuluesit ose çdo gjë që do të prish gjumin tuaj, duke përfshirë alkoolin dhe kafeinën. Personalisht, nëse pi ndonjë sadopak alkool në pjesën e dytë të ditës, gjumi im i thellë do të reduktohet me 80% më pak. Thjesht kjo gjë shkatron gjumin tim komplet. Kështu që unë nuk pi asgjë tjetër përveç ujit. Pastaj natyrisht kafeina, ne metabolizojmë kafeinën në mënyra të ndryshme me shpejtësi të ndryshme, ndryshon nga njeriu, por unë kam hequr fare kafeën e pasdites. Kafeja e tepërt mund të jetë potencial që ta degradojë cilësinë e gjumit tuaj për shkak të tepëricës së adenozinës. Dhe dua që të jetë i vetëdijshëm për atë që konsumon dhe kur e konsumon. Niveli 6. Niveli 6 është të rregullosh dritën në mbrëmje. Kam një aplikacion në kompjuterin tim, quhet F-Lux, pra F.Lux, që eliminon dritën blu nga ekrani i kompjuterit tim. E dyta, nëse po shoh një film me miq ose jam në ambiente me ndriçim blu, pra LED, dritë e bardhë dhe fort, unë do të vë gjithmonë një palë syze ose këto ose ato të kuqet. I kam bërë videon tjetër. Dhoma ime është plotësisht e errët me perde, ose nëse udhtoj do të përdor një maskë gjumi. Principi i përgjithshëm pra është ky. Drita ndaj të cilës ekspozohesh duhet të imitojë diellin. Pra ti nuk mund ta ndriçosh shtëpinë tënde me dritë të bardhë LED, frekuenca blu në mbrëmje, sepse dielli nuk ka të ngjyrë në mbrëmje në atë kohë. Është frekuencë tjetër, ka lidhje metabolike. Ndoshta gjëja më e rëndësishme këtu është që thjesht të përpiqeni të eliminoni edhe ekranet që përdorni përpara gjumit dhe të përdorni ndriçim spektral, pra që imiton diellin. E kam shpjeguar këtë në një video të mëhershme te kanali im. Kështu që dëgjoj, ki parasysh këtë. Afro 150 vjet më parë, përpara se të shpikej ndriçimi, llampat, problemi më i madh i arkitekturës ishte se si ta vendosnin këndin e shtëpisë, këndin e dritarëve, madhësinë e tyre në raport me diellin, që të maksimizonin hyrjen e dritës. Ky ishte ekuacioni që duhet të zgjidhin arkitektët. Të maksimizonin hyrjen e dritës në shtëpi. Njerëzit atëherë flinin shumë herët dhe zgjoheshin natën, bënin ndonjë punë dhe flinin sërish. Të vjetrit tan akoma sot përdorin termin gjumi i parë dhe gjumi i dytë. Pasi u shpik ndriçimi artificial, arkitektura u shpengua nga ky kufizim dhe shpërtheu në kreativitet formash e dizajnesh nga më të çoroditshmet të arkitekturës, sepse nuk ju interesonte më drita e diellit. Përveç kësaj, njerëzit nuk kishin arsye që të flinin aq herët sapo perëndonte dielli. Ato orë gjumi pra mund të ktheheshin në orë pune, në shërbim të industrisë me ndriçim artificial. Por me çfarë kostoje se? Standardi inxhinierik i dritarëve të sotme në përbanesa, vetëm sa ka ardhur duke u zvogluar. Shikoni pak,
ndërtesat e 2 shekujve më parë se sa i kanë dritaret e mëdhaja epike. Jo vetëm kaq. Standardi inxhinierik i xhamave që përdorim ne në banesat tona është i optimizuar për konsum energjetik. Çfarë do të thotë kjo? Xhamat e dritareve sot ndërtohen që të lejojnë vetëm komponenten e ftohtë të dritës, për të na dhënë dritë pra, që të shohim, dhe pengojnë komponenten energjetike dhe ushqyese të dritës, ngrohjen pra, dhe frekuencat e tjera që na vijnë direkt nga dielli, i filtrojnë, i lënë jashtë ato. Për shkak të inxhinierisë së ndërtimit, për shkak se inxhinierëve të ndërtimit ju intereson vetëm ulja e kostove të eficiencës energjetike. Pra, vetëm duke qëndruar prapa xhamave gjithë ditën, ju po bëheni blue light toxic, sepse xhami po lejon vetëm frekuencën e keqe që të kalojë, edhe frekuencat e mira që vijnë nga dielli po i filtron jashtë. 7 është të mbash një temperaturë ideale për gjumin tënd. Jo shumë të nxehtë, jo shumë të ftohtë. Natyrisht, nuk mund të themi numra specifik, sepse njerëzit kanë temperatura të ndryshme ekuilibri, kështu që më rëndësishmja që duhet të dini është që nëse është shumë nxehtë apo shumë ftohtë, kjo do të krijojë një gjumë jo optimal. Ka gjithashtu konsiderata që duhet t'i keni parasysh me partnerin dhe anëtarët tjerë të familjes, kështu që thjesht jeni të vetëdijshëm që nuk doni të jeni në asnjërin nga ekstremet, as shumë ftohtë, as shumë ngrohtë. Dhe po, hapni një derë ose një dritare të brendshme për qarkullim ajri të lirshëm ndërsa flini, ose nëse nuk i hapni dot, përdorni një lule të madhe natyrale që e oksigjenon dhomen gjatë natës. Niveli 8 është të krijosh një mjedis paqësor gjumi për veten, për familjen dhe për fëmijët tuaj. Shkohet në shtrat në kohë, nuk ngrihemi kurrë natën, nuk zgjojmë kurrë askënd, përveç se nëse jeta jonë është e kërcënuar, është në rrezik. Po u bëni një favor të madh fëmijëve duke u mësuar këto rutina të mira që do t'u shërbejnë gjatë gjithë jetës. Gjithashtu, mundet të bëni gjëra tjera për të ruajtur paqen e gjumit tuaj, duke biseduar me fëmijët për çdo lloj shqetësuesi gjatë natës. Qeni tyre apo çfarë do, me partnerët, me miqt, mos u ndjeni të turpëruar të kërkoni të rregulloni gjërat që shkaktojnë dëmtime në gjumin tuaj. Duhet të investoni pra në qetësinë e gjumit tuaj. Tani, një gjë tjetër që duhet përmendur është edhe fakti që për mjedisin tim të gjumit, në dhomen time të gjumit, përpiqem që të mos bëj asgjë tjetër përveç gjumit. Pra nuk lexoj atje, nuk shoh filma, nuk ndrydhem, nuk rri në kompjuter, nuk të rri në smartphone, sepse po i them trupit tim që kur futesh në këtë pozicion, objektivi yt i vetëm është gjumi. Dhe nëse po bën në shtratin e gjumit të njëjta gjëra që po bëje gjithë ditën, trupi yt mund të ngatërohet me sinjalet. Kështu që është vërtet e rëndësishme të kesh një mjedis të dedikuar gjumi. Do ta përmirësoj cilësinë e gjumit në një mënyrë të pabesueshme pozitivisht. Dhe ka një gjë tjetër që mund të bësh, duket pak kontroverse, por duhet ta konsideroni si mundësi që të flesh vetëm. Mundoheni që ta keni këtë bisedë, është bisedë e vështirë me partneren, por gjumi vetëm i pavarur është me cilësi shumë herë më të lartë. 2 veta në shtrat është e vështirë të sinkronizojnë fazat e thella të gjumit. Niveli 9 i ekspertizës së gjumit është drita e mëngjesit. Gjëja e parë që bëj dhe duhet të bësh në mëngjes pasi zgjohesh është të shohësh dritën e agimit. Nisjen e dritës, pra nga dielli. Kjo e ndihmon trupin tim të sinkronizohet me diellin. Ndihmon ritmin cirkadian, ndihmon ta fillosh ditën me diellin, ndihmon me gjendjen shpirtërore gjithashtu, ndihmon me energji dhe përsëri tregon trupit ne tani jemi ngritur, ky është orari për të zgjuar dhe trupi mëson. Është aq e rëndësishme që t'i thuash trupit tënd saktësisht kur të shkojë në shtrat dhe kur duhet të zgjohet dhe të fillosh të kesh këto përfitimet të akumuluara me këto oraret e sakta, sepse me kohën përforcohen dhe trupi e perfeksionon punën e tij. I gjithë sekreti pra i gjumit mirë dhe i shëndetit është të rivendosësh kontaktin me diellin dhe të hysh në ritmet e diellit, sepse ne jetojmë në kuba me ndriçim artificial gjithkohës, kuba në shtëpi, kuba në punë, kub në makinë, kub në kafe, kub në palestër. Ajo që duhet të bësh është diell. Sepse nuk ka farmaci në botë që zëvendëson diellin, hiqe nga mendja, nuk ka suplement që zëvendëson vitaminën D që duhet ta marrësh nga dielli direkt. Niveli 10 është mbledhja e të dhënave. Ai që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë me këtë pjesë është aplikacioni Shat Eye, që e kam shkarkuar nga iPhone-i, i cili ndjek
me saktësi, cilësinë dhe thellësinë e gjumit tim ndërsa fle. Ky më zbuloi për shembull se gjatë natës unë kisha snoring, gërhim, pra frymëmarrje me gojë, jo me hund gjatë natës. Dhe kjo është shkatërrimtare për metabolizmin dhe për gjumin tënd, frymëmarrja me gojë gjatë natës. Kështu që bleva ato mouth blockers që blihen në farmaci, ngjiten këtu dhe nuk lejojnë që goja të hapet në mënyrë të pavullnetshme gjatë natës, dhe cilësia e gjumit u rregullua në mënyrë të ndjeshme po atë natë. Tani të bëjmë një konkluzion. Këto ishin pra 10 gjërat më të mira për ju që të nisni të bëheni një ekspert dhe profesionist i gjumit. Do të kisha dëshirë të dëgjoja prej jush cilat prej këtyre keni provuar, cilat kanë dhënë efekt dhe çfarë gjëje tjetër mund të shtojmë në këtë listë. Dhe çfarë ishte risi për ty këtu që nuk e dije më përpara. Kam dëshirë ta di prej teje. Ma thuaj.